Gjyshja lexon përrallën. Lepuri dhe breshka. Një herë një lepur dhe një breshkë u takuan në pyll. Lepuri gjithnjë e ngjiste breshkën se ishte më e ngadalshme se ai. Sa e ngadalshme që je moj breshkë, i tha lepuri. Rrugën që e bëj unë për 5 minuta ti e bën për 1 javë. Mos fol ashtu, ia ktheu breshka. Unë me të vërtet jam e ngadalshme, por ta kaloj ty. Lepuri qeshi me të madhe. Atëherë, që të dy vendosën të bëjnë gara. U mblodhën të gjithë kafshët e pyllit që të shohin garën. Dhe gara filloi. Lepuri vrapoi shumë shpejt dhe e la breshkën shumë mbrapa, prandaj vendosi të pushoj pak. Lepurin e zu gjumi. Breshka u lodh duke ecur, por nuk u ndal. Ajo vazhdoi të ecë dhe mbërriu deri tek caku, deri tek fundi i garës. Të gjithë kafshët e pyllit duartrokiten për fitoren e breshkës. Nga zhurma e madhe, lepuri u zgjua, por ishte shumë vonë. Breshka kishte fituar garën. Prandaj, për ta bërë një punë, duhet të mundohesh dhe të jesh i durueshëm dhe i qëndrueshëm.